Dashi. Sot, energjitë universale të nxisin të shikosh më thellë brenda vetes dhe të vlerësosh dëshirat e tua të vërteta. Në dashuri, është koha ideale për të biseduar me partnerin, duke ecur drejt një mirëkuptimi më të thellë dhe të ndërsjellë. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të ndesë një flak të re në jetën tënde. Në punë, shfaqet një mundësi e re që kërkon guximin tënd të natyrshëm. Mos hezito të shfaqesh idetë e tua, ato do të marrin mbështetje. Financat kërkojnë kujdes, shmang shpenzimet e tepruara dhe fokusohu te kursimet. Ndjesitë e përgjithshme janë të balancuara, me një ndjenjë qetësie që të mbush zemrën. Lejoje veten të ndjek rrjedhën e jetës me besim dhe harmoni. Demi. Dita e sotme vjen me një ndjenjë ngrohtësie dhe qetësie që e ke kërkuar prej kohësh. Në dashuri, gjërat mund të duken më të lehta, ndërsa ndjenjat e thella shpërfaqen natyrshëm. Shfrytëzoje këtë moment për të komunikuar hapur me partnerin apo për të forcuar lidhjen. Sa i përket punës, qëndro i fokusuar dhe bëj përpjekje për të përfunduar detyrat. Mund të shfaqen mundësi të reja, por sigurohu të analizosh çdo detaj. Financiarisht, është e këshillueshme të mos ndërmarrësh rreziqe të mëdha, fokusoju kursimit dhe menaxhimit të kujdesshëm të burimeve. Sot, një shëtitje në natyrë mund të jetë balsami që i duhet shpirtit tënd. Frymëzohu nga bukuria e gjërave të vogla që të rrethojnë dhe gjurmo mirësinë brenda tyre. Binjakët. Sot, universi ju fton të ndani kohë me miqtë e dashur dhe të shijoni momente të lumtura. Përkrahja dhe mirësia e tyre do t'ju mbushin me energji pozitive. Në punë, projektet kërkojnë vëmendjen tuaj më të madhe, por mos u ndjeni të ngarkuar. Përcaktoni prioritetet dhe sigurohuni që të mos harroni të pushoni. Financat kërkojnë kujdes, ndaj shmangni shpenzimet e panevojshme. Në dashuri, flisni hapur me partnerin, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Zemra juaj është e mbushur me ëndje dhe shpresa, prandaj mos kini frikë të shprehni ndjenja. Vetëm me ndershmëri dhe sinqeritet mund të forconi lidhjet. Sot, lejoni vetes të ëndërroni pak më shumë dhe të përqafoni çdo çast me një buzëqeshje të ngrohtë. Daforia. Në këtë ditë të bukur nëntori, do të ndjesh një shqetësim të butë që të shtyn drejt ndryshimeve të vogla. Është koha për të rishikuar prioritetet dhe për të gjetur një ekuilibër të ri mes punës dhe jetës personale. Në dashuri, një bisedë e hapur me partnerin do t'i zgjidhë disa paqartësi dhe do të forcojë lidhjen tuaj. Beqarët mund të ndihen më të hapur ndaj aventurës dhe flirtit të ri. Në aspektin profesional, intuita do të jetë aleati yt më i mirë. Dëgjoj atë zë të brendshëm që të udhëzon drejt mundësive të reja dhe mos hezito të ndjekësh rrugë të pazakonta. Financat paraqiten të qëndrueshme, megjithatë, shmang shpenzimet e tepruara. Kujdesu për veten dhe përpiqu të gjesh momente për qetësi dhe relaksim. Luani. Sot është një ditë e ardhur për të ndriçuar fuqinë tuaj të brendshme. Zemra juaj pulson me energji pozitive dhe është koha për ta ndarë atë me të dashurit tuaj. Në dashuri, shfaqni ndjenjat tuaja pa frikë dhe do të shihni se intimiteti do të thellohet. Në aspektin profesional, idetë tuaja geniale mund të marrin vëmendjen që meritojnë. Mos hezitoni të shprehni kreativitetin tuaj dhe të veproni me besim. Financat tuaja kërkojnë vëmendje, mbani një ekuilibër të shëndetshëm dhe shmangni shpenzimet e panevojshme. Nëse ndiheni të mbingarkuar, një shëtitje në natyrë do të qetësojë mendjen tuaj dhe do t'ju ndihmojë të gjeni qetësinë e nevojshme. Lejojini vetes të ndjeni kënaqësinë në çdo momenti dhe pranoni frymëmarrësisht të ardhmen. Ndërgjëreshë. Mendja juaj do të ndriçojë si një yll i largët sot, duke ofruar zgjidhje të papritura për çështje të vështira. Në aspektin e dashurisë, është koha të lini zemrën tuaj të udhëheqë. Një bisedë e ndjerë me personin që dashuroni do të forcojë lidhjen tuaj. Në vendin e punës, mbani një sy të mbredh për detaje. Një mundësi e re financiare mund të vijë nga një diskutim i thjeshtë. Kujdesuni për veten, sepse emocionet tuaja do të jenë të ndjeshme. Praktikoni mirënjohje për atë që keni dhe eksploroni rrugë të reja për të rritur mirëqenien tuaj. Buxheti do të kërkojë disi vëmendje, ndaj shmangni shpenzimet e panevojshme. Me vëmendje dhe përkushtim, dita do të shndërrohet në një mundësi të artë për rritje personale. Teshoria. Sot ndjen një balancë të bukur mes emocioneve dhe mendimeve. Në dashuri, është momenti ideal për të shprehur ndjenjat me fjalë të ngrohta dhe veprime të vogla që kanë ndikim të madh. Partneri yt do ta vlerësojë këtë afrim emocional. Në sferën profesionale, qasja jote diplomatike hap dyrek drejt bashkëpunimeve të reja. Mos hezito të propozosh ide që sjellin kreativitet dhe inovacion. Financat po stabilizohen, por qëndro vigjilent ndaj ofertave që duken tepër të mira për të qenë të vërteta. Ndërkohë, një shëtitje në natyrë do të jetë qetësuese për shpirtin tënd. Dëgjoj muzikë që të frymëzon dhe jep vetes kohë për reflektim.
Mbyllet ditën me një libër ose film që të pasuron mendjen dhe të ngrohë zemrën. Akrepi. Sot ndjenjat do të jenë veçanërisht të thella dhe do të ndihesh më i lidhur me personat përreth. Në dashuri, përpiqu të jesh më i hapur dhe i sinqert me partnerin. Fjalët e tua kanë fuqinë të zbusin çdo keqkuptim, prandaj përdori ato me zgjuarsi. Në punë, një mundësi e re mund të shfaqet papritur, mos e humb atë nga pasiguria. Kujdesu që të mos mbingarkohesh me detyra, por menaxho kohën me efikasitet. Financat kërkojnë vëmendje, është koha e duhur për të rishikuar buxhetin. Detajet të vogla mund të sjellin ndryshim të madh. Energji pozitive është rreth teje, prandaj ndjeje atë dhe ndaje me të tjerët. Kujdesu për shëndetin mendor, duke i dhënë vetes momente qetësie dhe reflektimi. Shigjetari. Në këtë ditë të veçantë, zemra jote mund të kërkojë një aventurë të re. Kujdes për detajet që lidhen me marrëdhëniet dhe mbaj një vit të hapur komunikimi me partnerin. Në aspektin profesional, ndoshta do të ndihesh pak i mbingarkuar nga detyrat, por mos ki frikë të kërkosh ndihmë. Kolegët janë të gatshëm të mbështesin, prandaj prano ndihmën e tyre. Mundësitë financiare janë në horizont, por kërkojnë një qasje të kujdesshme. Bëj një rishikim të buxhetit dhe shmang shpenzimet e panevojshme për momentin. Ndërkohë, mos harro të marrësh kohë për veten. Një shëtitje në natyrë ose një moment reflektimi do të të ndihmojë të rigjesh ekuilibrin. Përqendrohu tek gjërat që të sjellin paqe dhe lumturi. Britsjapi. Dita e sotme sjell një energji të veçantë që ndriçon rrugët e tua. Në dashuri, tregohu i hapur ndaj bisedave të thella që mund të forcojnë lidhjen tuaj. Po kërkon stabilitet në punë, qëndro i përkushtuar dhe do të shohësh përparime të rëndësishme. Kujdesu për detajet sepse ato shpesh bëjnë diferencën. Në financa, ruaj qetësinë dhe planifiko me kujdes. Nuk është dita për shpenzime spontane, bëj zgjedhje të mençura. Sot, ndoshta mund të ndjesh një nevojë për reflektim të brendshëm. Merr pak kohë për veten, medito ose bëj një shëtitje në natyrë për të qetësuar mendjen. Frymëzimi vjen nga vendet më të papritura, vetëm ki sytë dhe zemrën hapur. Jeto me dashuri dhe largohu nga streset e vogla. Ujori. Dita e sotme sjell një freskë të re në jetën tuaj, duke ndezur ëndrat dhe dëshirat e zemrës. Në dashuri, do të ndjeni një nevojë të thellë për të komunikuar ndjenjat tuaja me partnerin. Mos kini frikë të shprehni atë që ndjeni, pasi do të gjeni mirëkuptim dhe mbështetje. Në punë, është momenti i duhur për të reflektuar mbi qëllimet tuaja afatgjata. Një qasje e strukturuar dhe disiplina do t'ju ndihmojnë të arrini suksesin që dëshironi. Financat kërkojnë një vëmendje të veçantë, shmangni rrezikun dhe planifikoni me kujdes shpenzimin. Sot është përfshkruar me një energji të rehatshme, duke ju bërë të ndjeni më të qetë dhe të sigurt. Vlerësoni momentet e vogla dhe mos harroni të merrni kohë për veten tuaj. Peshër. Dita do të jetë një det i qetë mendimesh dhe reflektimesh. Emocionet tuaja sot do të jenë të ndjeshme si valet, ndaj merrni kohë për të kujdesur për veten. Në fushën e dashurisë është koha ideale për të folur me partnerin për ndjenjat tuaja të thella, duke sjellë një afërsi më të madhe. Nëse jeni vetëm, mos hezitoni të shprehni interesin tuaj, edhe nëse kjo kërkon guxim. Puna kërkon vëmendje ndaj detajeve, mos humbisni ritmin, pasi mund të arrini rezultate të shkëlqyera. Financat do të kenë një moment stabiliteti të mirëpritur, por qëndroni vigjilent ndaj shpenzimeve të tepërta. Përkushtimi ndaj mirëqenies tuaj shpirtërore do të sjellë paqe dhe qartësi, duke ju ndihmuar të përballoni çdo sfidë që mund të shfaqet.